Dje rreth orës 13:30 në rrugën Luboten në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria FSH 26 vjeç nga rrethina e Tetovës, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se për një periudhë të gjatë kohore kanë ndjekur dhe shqetësuar një vajzë 21 vjeçare nga Tetova. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj FSH do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 13:30 në fshatin Simnic të Gostivarit, zyrtar policor nga stacioni policor Gostivar privuan nga liria JJ 24 vjeç nga fshati Simnic, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se për shkak të keqkuptimeve të mëparshme ka drejtuar kërcënime ndaj ASH 28 vjeç nga Tetova. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet për shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 19 në sektorin për punë të brendshme Tetov, GG 42 vjeç nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 18 në rrugën Pituguli në Tetov është sulmuar fizikisht nga një person, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm rreth orës 23:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov, AI 19 vjeç dhe AI 18 nga fshati Poroi i Tetovës kanë denoncuar se rreth orës 21 në një objekt hotelerik në fshatin Xhepçisht, pas një grindjeje paraprake, janë sulmuar fizikisht nga FM pronari i objektit. AN dhe disa persona të tjerë po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm rreth orës 23:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 32 vjeçar nga Shkupi ka denoncuar se është mashtruar nga DH nga fshati Gajre i Tetovës. Sipas denoncimit, më datë 8 janar 2026, personi ka ardhur në firmën e tij rentakar dhe kanë lidhur kontratë për marrjen me qira të një automjeti udhëtarësh Volkswagen Golf me targa të Shkupit, por pasi ka kaluar afati, ai nuk e ka kthyer automjetin dhe nuk u është përgjigjur thirrjeve. Pas marrjes së masave, automjeti është gjetur në fshatin Gajre dhe i është kthyer pronarit, po merren masa për zbardhjen e rastit.